banorëve tjerë, të cilët i pash pothuajse të gjithë përlotur dhe sigurisht nuk ka si të ndodhë ndryshe. Londrim, më dëgjon? Nuk s'muj. Benita? Unë sinqerisht nuk e kom ditë për rastin e Elionës, po nuk më jasë dhimbje më ja kuptu, po paka shumë e kuptoj se unë e di vetë se me lidhë me mamin teme, edhe shumë me prakt tepër. Se di. Para se të shkoj tek Eliona, doja të thoja vetëm diçka për ju dhe për gjithë që po na ndjekin. Ky është cikël jetë fatkeqësisht. Fatkeqësisht, gjithë secili nga ne e kalojmë këtë dhimbje, dikush më herët, dikush më vonë. Në këto momente, putheni shumë fort prindrit që keni gjallë. Unë e puth mamin tim shumë, të dua ma. Dini vazhdo, të lutem. Sasa? Po? Gjithve na preku historia e aksidentit tragjik të Elionës. Po shohim edhe Hygertën, për lotur dhe gjithë banorët tjerë. Çfarë po ju shkon mendje këto momente? Po çka po mendon? Lidhur me situatën, lidhur me njerëzit e afërm tuaj, sepse secili nga ju, ose secili edhe nga ne, kemi situata ose pak më të lehta, po jo edhe shumë të lehta. Po, Lëndrim? Unë mendoj që Eliona si person është shumë i furt, pasi që i ka veç 18 vjetë edhe e menaxhon deri në çit pikë. Unë ka pas momente ku fatkeqësisht se se kom ditë rastin e Elionës edhe jam habit në sysaje, kom përmen. Dhe jam një shumë. Jam një shumë ketë, se... Alaudin, Po, Hygerta. unë e kam humbur babin para 6 vjetësh për thuese. Edhe me thënë të drejtën është një boshllëk që nuk mbushet kur. Dhe imagjinoni që ai gëzoi kuptimin me fëmijë, me nipër, me mbesa, jetoj me ne gjatë dhe prapë është një humbje nga ato që nuk kalon. E një imagjinoni një vajzë si Eliona, që sa po ka kaluar adoleshencën, dhe të ketë një humbje kaq të madhe dhe të dyfisht, nënën edhe motrën. Janë nga ato humbje që shënjojnë jetën tënde. Edhe gjithmonë nga ato mungesat që nuk do të mbushen më kurrë. Megjithatë, unë shpresoj që Eliona të bëhet sa më e fortë. Ajo që kam kuptuar unë është që dhimbja është aty, po thjesht mësohesh të jetosh me të vazhdimisht. Sasa, dua edhe prej teje një koment, sepse e thash edhe më herët, nuk është që gjithë ne kemi pas edhe jetë lehtë. Dikush ka humbje më të thella, më të rënda, dikush më pak, po gjithsesi na prekin thellë në zemër. Normal që u preka për rastin e Elionës, unë e kom ditë edhe prej jashtë, po edhe unë kom hup 3 persona shumë të rëndësishëm të jetës, edhe gjithashtu jam rritë edhe unë pa mamë. Ama kom pas dashnin e krejtve, kështu që e kuptoj shumë mirë. Ajo çka është për tu duar trokitur, është se sa të forta gjithë secili për ju shihni aty, sepse jo të gjithëve publiku a din historitë, edhe dhimbjet nëpër të cilat kalojmë. Por
Edhe një gjë tjetër që është me rëndësi është që të keni dashurinë mes njëri tjetrit. Dhe prandaj ndonjëherë disa gjëra nuk preken edhe nuk thuan aty në brenda formatit sepse nuk ja dim asnjëri tjetër. Mundoni ta respektoni këtë. Klodi. Nuk mund të flas. E kuptoj. E kuptoj. Kur do që t'jesh gati? Dini Ibro ka diçka me thonë. Unia jo. Ibro? Dhe shta veç me shtu që unë edhe para dhe dite e kumë cek, na jena të privilegjum që jem këto se cilë